surprizë është për ty nga babi, mami e gjithë familja. Dëgjoja me vëmendje këtë letër e këtë fjallë shpirti që sot janë për ty. Bia jonë, më shumë se sa bi ti je një heroin e familjes. Prej kur ishe e vogël jeta të largohi pak nga unë e pak nga mami. Ti ma di u rritë u bërë nën e baba edhe për fëmijët e tjerë. Me të thanë valimderit të shpar bia jonë, me të thanë sa me fat jemi që kemi rritur një vlatë si te, nuk mjaftojnë as fjallet e as që tjetër. Ti e dielli i parë i familjes dhe do mbetesh gjithmonë rrezatimi i familjes. Familja jote nuk ka qenë as pak i lehtë. Jeta jote janë babit tënde, dikur edhe larg mamit për disa vite. Mos mendo që ka qenë lehtë edhe për neve, të ndalim zemrën dhe jetën mes dy vendeve. Në beso ka qenë pritimi më i keq që jomi si prender. Na fal bi, por sot e di se kam shkuar për një jetë më të mirë dhe për të ardhmen tuaj. Edhe në periudha kur prezenca e nanës mungonte në shtëpi, ishe ti mbroja e fëmijëve të tjerë. Ishe më shumë se motër, një nën e baba. E pas shumë sakrificash, bia jonë, tash e 5 vite po sqeshem së një bashkë, si një familje kompletuar. Por pra mungon diçka, një copë shpirti po na largohet dhe po merr një rrugë tjetër. As sikur ta dish, sa grua e mirë e nënë e veçantë të jesh me të ardhmen. Sa me fat jemi që po të përcjellim nga shtëpia jonë, me shumë krenari e me zanin plot në themi. E jo mbi, vazhdo të shkëlqesh kudo ku shkel kamba jote. Sot ti po bash nuse, po për babin e mamin, do ngelesh ajo jona e vogël e krenare që gjithmonë tha po, e asnjëherë s'u dërzua. Të duam fort e lënosh, babi e mami, vëllau e moti jot, si dhe tërë familja Berisha. Shkëlqen kudo që të jesh e jo.
share